Procesi i përgatitjes së fletëve të votimit për zgjedhësit jashtë vendit ka hyrë në fazën e dytë. Pas përfundimit të fazës së parë me vulosjen dhe futjen e fletëve të votimit në zarfin A, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur vendosjen e materialeve në zarfin B, i personalizuar për çdo votues. Zarfi përmban të dhënat individuale të votuesit, së bashku me udhëzuesin dhe numratorin e postës. Të dy zarfet do të paketohen në zarfin përfundimtar, që do të dërgohet me postë. Përgjatë 2 ditëve në Parkun Olimpik të Tiranës, 245.000 fletë votimi u vulosën nga punonjësit e KQZ-s në 12 tavolina pune, një për secilën qark. Në proces janë angazhuar 120 punonjës të ndarë në 3 turne, ndërsa shpërndarja e parë e zarfeve drejt votuesve pritet të nisë të hënën, pa u përmbyllë gjithë sasia. Për vendet e Europës pakot pritet të mbërrijnë deri në 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera afati maksimal i mbërritjes është 25 prilli. Dorëzimi do të bëhet vetë personalisht nga postieri, i cili do të kryej deri në 3 tentativa për të kontaktuar votuesin. Nëse nuk arrihet kontakti, zarfi do të lihet në kutinë postare më të afërt. Votat e diasporës që mbërrin në Shqipëri pas datës 11 maj, ora 19, do të konsiderohen të pavlefshme.